Janë përmbyllur garat republikane të memorizimit të Kur'anit, ku për 2 ditë me radhë dhjetra garues nga e gjithë Kosova testuan njohuritë e tyre në memorizimin e Kur'anit familjartë. Në ceremoninë përmbyllëse u shpallën fituesit e këtyre garave në kategoritë të ndryshme, teksa mori pjesë edhe kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Miftiu Naim Tërnava, ambasadori i Arabisë Saudite në Tiranë Faisal Hifzi, atasheu për çështje fetare nga Arabia Saudite në Sarajev, Abdul Latif Hussein, si dhe një numër i konsideruar i hafezve, mualimëve, imamëve dhe mysafirëve të tjerë. Miftiu Tërnava tha se memorizimi i Kur'anit është një prej traditave fisnike të popullit tonë, ku me përkushtim dhe dashuri vazhdon edhe në ditët e sotme. Të nderuar të pranishëm, kjo traditë e bekuar u rrënjos fuqishëm edhe tek shqiptarët. Prej më shumë se 600 vitesh besimtarët shqiptare kanë përqafuar Kur'anin me dashuri të sinqertë, duke mësuar dhe memorizuar atë. Në mesin e kombit ton kanë lindur dhe vazhdojnë të lindin shumë hafiz, ruajtës të gjallë të Kur'anit, që e mbajnë atë në zemrat e tyre dhe përcjellin të tjerët. Edhe në xhamit anën Bank Kosovës imamet mbajnë gjallë këtë amanet të shenjtë me përkushtim jashtëzakonshëm. Ata nuk njoftohen vetëm me faljen e namazit dhe gjeratat, por me dashuri dhe durim u mësojnë fëmijëve leximin e Kur'anit, duke u hapur zemrat ndaj fjalës Allahu xhalla shanuhu. Ambasadori i Arabisë Saudite Faisal Hifzi tha se organizimi i përbashkët i garave kuranore me Bashkinë Islame të Kosovës dëshmon më së miri përkushtimin ndaj Kur'anit fisnik. وإننا نثمن عاليا جهود المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا وما تقوم به من عمل جليل في خدمة الدين والمجتمع. Këto gara pasqyrojnë përkushtimin e Arabisë Saudite në përkujdesjen dhe vëmendjen që i kushton Kur'anit fisnik. Gjithashtu ato pasqyrojnë përkushtimin e kujdestarit të 2 haremeve ndaj Kur'anit, por edhe ndaj hafizëve në të gjithë botën. Ne vlerësojmë lart përkushtimin e pashoqë të Bashkisë Islame të Kosovës për kultivimin e jetës fetare, por edhe tolerancën ndërfetare që promovon. Këto gara organizuan nga Bashkia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Ambasadën e Arabisë Saudite në Sarajev, përkatësisht Ministrinë për çështje fetare të Arabisë Saudite. Kjo garë u zbukurua nga garues të shumtë që me anë të zërit e tyre i shtuan bukurinë edhe më shumë kësaj gare. Por e veçanta e kësaj gare ishin garuesit e moshës 5, 6, 7 dhe 8 vjeçare që ju bashkuan kësaj gare të Kur'anit.